është gjetur 2 shtëpi më lart tek një familjar i tij, një shtëpi e pabanuar, siç thuhet. Aty ndoshta nuk i ka shkuar ndërmend dikujt, por kërkimet kanë qenë nëpër vende të ndryshme sepse ka qenë një sensibilizim shumë i opinionit edhe qoftë i mediave lokale që kanë bërë thirrje vazhdimisht çdo cep i Gjilanit pra të kontrollohet, kështu që nuk ka munguar vullneti i qytetarëve të cilët menjëherë ju kanë përgjigjë thirrjes dhe interesante ka qenë se sa shpejt janë mobilizuar gjilanasi dhe venet përreth Gjilanit, fshatrat të cilët kanë kërkuar cep më cep pra Alvin. Nuk pati vend kështu në Gjilan që nuk u kërkua, ishte shumë interesante. Edhe ishin shumë motivues ato pamjet që vinin nga qytetarë të organizuar edhe rrugëve gjithandej, ishte shumë. Ndoshta dje secili e ka ndje obligim edhe është ndirë në vend familjes së Alpit, pra ata cilët unë thash dhe më herët në një status që e publikova asnjëherë, nuk ka munguar zemërgjërsia dhe mobilizimi i njerëzve në Gjilan e Mëgjer, që dje ka qenë jashtëzakonisht i madh mobilizimi i qytetarëve. Dhe kam përcjellur natyrisht si çdo qytetar edhe unë bile edhe shkruesha me ty se ishte shumë emocionues vet postimi edhe na preku të gjithëve, në fakt na bëri të gjithëve që të paktën me lutjet tona të jemi me